Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok për të ndalur ditën e fundit tek zhvillimet më të fundit tashmë që po ndodhin në konfliktin në lindjen e mesme. Ndërkaq Donald Trump ka pohuar se bisedimet e Teheranit po shkojnë shumë mirë dhe i ka shtyrë ndërkaq sulme ndaj objekteve energjetike të Republikës Islamike për 10 ditë të tjera, ndërsa Izraeli ka intensifikuar dhe sulmet e tij, teksa Pentagoni nga ana tjetër thuhet se po shërton vendosjen e trupave shtesë në rajon. Dhe pikërisht për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime të fundit, kam të ftuar analistin Elianos Kasa. Elianos, përshëndes krejtësi. Faleminderit për të. Elianos, atëherë për ta nisur me atë që unë sapo thash, ndërkaq dhe ndërsa Donald Trump ka deklaruar progres në negociatat që tashmë po ndodhin mes Iranit dhe zhvillimeve të fundit në terren, mendon se ka ndoshta një mospërputhje mes retorikës diplomatike dhe zhvillimeve ushtarake tashmë që po zhvillohen në terren? Atëherë duhet tekstuar fakti që presidenti i Shtetit Bashkuara së fundmi ka deklaruar një shtyrje prej 10 ditësh të sulmeve në infrastrukturën energjetike të Republikës Islamike të Iranit, njëkohësisht siç e thatë edhe ju, ka deklaruar në media shpesh herë që bisedimet e drejt për drejta midis Washingtonit dhe Teheranit janë duke vijuar në një trend pozitiv, dhe se shumë shpejt do të ketë arritjen e një marrëveshje. Kjo deklarat ose këto deklarata janë hedhur totalisht poshtë nga pala iraniane, ku vetë Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit, Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit ka deklaruar zyrtarisht se ata nuk kanë asnjë kontakt të drejtë për drejtë me Washingtonin, se plani me 15 pika i paqes jashtë quajtur për të përfunduar konfliktin i formuluar nga amerikanët është dorëzuar aktualisht nga Pakistani, jo nga amerikanët vetë ose nga një vend i gatishmit arabik, flasim si Katari, Omani, Arabia Saudite, dhe njëkohësisht duhet të theksojmë faktin se vetë administrata amerikane së fundmi ka deklaruar edhe planin B, nëse plani i diskutimit do të dështojë sërish fëmijë, dhe i cili është prezantuar nga Forca e Shtëpisë së Bardhë, i deklaruar për mediat së fundmi, e cila ka emfazuar faktin se këto bisedime kanë për të vajtur sërish në stagnacion. Nuk ka për të pasur një zgjedhje të fryshme për të dyja palët, të mos u palën amerikane, se filloi edhe agresioni kundër Iranit. Atëherë, ata janë përgatitur për ta eskaluar konfliktin në një grad më të lartë, e njëkohësisht për të përdorur edhe më shumë forcë në të nevojshme. Siç edhe ju e përmendët, është hedhur shpesh hipoteza për dislokimin e trupave, ose ajo që quhet këmbë në terren, ku amerikanët po planifikojnë dislokimin e 10.000 trupave, 15.000 trupave, po kryesisht 10.000 trupa është akoma shifra e publikuar zyrtarisht, të cilët nuk është deklaruar akoma nëse do të jenë për të ndërhyrë në Iran, të cilën shumë ekspert, ushtarak, po edhe observues e quajnë tentative të vrasje për ushtrimin amerikane. Por deri tani plani kryesor është ata kanë për të dislokuar në, le të themi, në vendet alate të Amerikës, si Katari, Arabia Saudite, Kuvaiti, për të mbrojtur kryesisht infrastrukturën energjetike, por dhe kundrejt mundësisë së ndonjë sulmi terrorist, ose mund të jetë, le të themi, subversioni ose sabotimi. Elianos, nga ana tjetër, goditjet ajrore në territorin iranian përbëjnë sigurisht dhe një zhvillim me pesë strategjike për lindjen e mesme. Mendon se janë këto veprime të kufizuara taktike nga njëra anë, apo kemi një tregues, një përshkallëzim më të gjerë të konfliktit? Pra, çfarë sinjalizojnë këto sulme? Atëherë duhet tekstuar fakti se Republika Islamike e Iranit e ka bërë të qartë që prej fillimit që ata nuk janë në luftë ose në konflikte drejt për drejt në vendet e gatishmit arabik. Ata duke sulmuar vetëm infrastrukturën ushtarake amerikane, dhe njëkohësisht janë duke sulmuar ato pika kyçe të cilat përbëjnë edhe avampostin amerikan dhe të ekonomisë luftarake amerikane në lindjen e mesme. Pra, sulmi, nëse ata kanë sulmuar ferejit e naftës, depozitat e naftës të tjerë, nuk është se synon që të shkatërrojë ekonominë e vendeve të gatishmit arabik ose të destabilizojë ekonominë botërore. Por, le të themi të vërtetën, Amerika është fort e lidhur në furnizimet e naftës dhe gazit që vijnë nga këto vende, siç e nga kanali i Hormuzit, të
të cilat sot e kanë çuar çmimin e gazit në Amerikë mbi $80. $81-82 ka qenë javën e kaluar çmimi i gazit. Dhe ai fuqive të naftës ka vajtur deri në $115 amerikan. Pra, këto goditje synojnë një sulm indirekt kundrejt ekonomisë së Amerikës, që ka bërë luftën fort më të vështirë për amerikanët, po ta shtoj presionin nga ana e brendshme, pasi shumica e popullsisë amerikane sot është e pakënaqur me meritin e çmimeve, shumica po përjeton atë që quhet, themi, angst ekonomik, pasi sulmet në infrastrukturën energjetike ka arritur çmimet e naftës, të cilat kanë detyruar Amerikën të hapë rezervat, po njëkohësisht, pavarësisht hapjes së rezervave të potencialit amerikan, importet bëjnë një pjesë e rëndësishme të ekonomisë amerikane. Dhe të gjitha këto kanë çuar edhe në një goditje të konsumatorëve amerikanë, pra goditje ekonomike, në shportën e ushqimeve, në industri, në agrikulturë, në transport dhe të tjerë. Për të ilustruar me një shembull të thjeshtë, sot çmimet e biletave të avionëve, jo vetëm në Amerikë, por edhe në Evropë, janë pothuajse në disa raste dyfishuar, sidomos në rrugë të largëta, për shkak të mungesës së lëndëve furnizuese, siç është nafta të tjera. Të gjitha këto kanë impaktuar dhe siç e përmenda më parë, kjo është tani shkthyer nga një luftë drejt për drejt në një luftë presioni. Pasi ne dim që Irani nuk ka kapabilitete për të goditur Amerikën, asnjë nuk i ka pasur. Irani nuk ka kapabilitete ushtarake për të lëshuar raketa interkontinentale, bomba atomike, të tjerë, ato që propagandohen nga media amerikane ose nga administrat amerikane. Vetëm që Irani mund të bëjë është lufta rajonale, lufta vetëmbrojtëse, që ata janë duke e bërë, edhe lufta presionit. Dhe sulmi i infrastrukturës energjetike në vendet e Gadishut Arabik është pjesë e kësaj lufte presioni. Qartë, por nga ana tjetër, duke qenë se Rusia ka marrëdhënie të ngushta me Iranin, por deklarimet zyrtare nga një anë tregojnë se ka dhe një pozicion më të kujdesshëm këtë herë. Pra, si mund të ndikojë Elianos Moska në balancimin e gjithë kësaj krize? Cili është vetë roli i Rusisë? Atëherë Rusia është një partner të ngushtë i Iranit, që ju e përmendët, dyja pjesë të kuartetit të Brink, edhe njëkohësisht ka një marrëveshje për bashkëpunim strategjik me njëra tjetrin të shkruar në 2024. Ne dim që, ose më saktë supozohet që Rusia është nga të vetme vendet që sot po suporton diplomatikisht në area ndërkombëtare dhe në Këshillimin e Sigurimit të OKB-s Iranin. Njëkohësisht është edhe sipas disa analizave të mediave perëndimore dhe të tjerë, do sektorët nuk janë vërtetuar akoma, është fakti që Rusia po e suporton Iranin me logjistik ushtarake, ka fjalë edhe për suport financiar ose në materiale ushtarake, por kjo nuk është vërtetuar akoma. Po për anën logjistike thuhet që ata kanë arritur, do të thënë, kanë dërguar një numër të madh informacionesh i bazat kyç amerikane, fal imazheve satelitore që Rusia disponon për satelitet të saj. Por, siç e thatë edhe ju, kësaj radhe Rusia po treguohet shumë më kujdesshme, nuk do ose nuk po kërkon për të përfshirë si në rastin e krizës së Siris, ku pati një dislokim të madh të personelit ushtarak rus dhe të ushtrisë ruse dhe të kapabiliteteve ushtarake ruse. Kjo është edhe për faktin sepse ky është konfrontim i drejt për drejt midis Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cila nëse Rusia ka për të qenë pjesë e saj, ka për të çuar edhe një konfrontim të drejt për drejt të Rusisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një gjë që në kuadër të bisedimeve për të vendosur një paqe në Ukrainë, Rusisë kjo nuk i duhet. Për shkak të zhvillimit të marrëdhënieve aktuale, që cilat janë deri diku progresive dhe kanë thyer atë arkullin e stagnacionit që pati pas 2022-shit, Rusisë nuk intereson dhe të themi nga ana gjeostrategjike dhe gjeopolitike për të thyer gjithë të punën që ata kanë krijuar në vlerën më shërban. Dhe sigurisht avancimi i fundit i SBA në Bielorusi dhe vizita e presidentit Trump që ka për të zhvilluar në fund të këtij muaji në Republikën Popullore të Kinës, duket se po e vën Rusin pak nga pak në një lloj dare, ku
ku prezenca amerikane në perëndim, prezenca amerikane në lindje, duke se Rusia pa nga pak fond të izolohet, pasi ata kanë dhe barën e 4 viteve luftë, mbi 4 vite luftë aktualisht. Kanë problemin e deficitit të madh që sot sheti rus ka për shkak të investimeve të mëdha në industrinë ushtarake, ka probleme demografike të tjera. Kështu mund të arrim në një konkluzion që vetë palës ruse nuk intereson që të ketë dhe një front tjetër, një front të dytë, pasi do të ishte shkatrimtare për ekonominë vendase, po edhe nga ana ideologjike. Sot Rusia po propagandon që Trumpi është ai që duhej për të vendosur paqen, ne kemi dialog pasi ai është progresist, në pavarësisht se kemi disa mosmarrëveshje, ai është një njeri që mund ta zgjidhim gjën, pra to mbi një vit, le të themi, periudhë diskutimi që Rusia ka pasur me SHBA-n në administratën e presidentit Trump, to do të dalin kur ka qenë e gjitha pa vërtet në sy të publikut. Pasi ti nuk mund të shkosh në luftë për një vend të tretë kundër një vendi i cili deri më parë ti e ke quajtur jo aleat, por le të themi një partner më kredibil se sa paraardhësit e tij ose evropianët. Kështu që ky qëndrim është më saktë le të themi më shumë praktik janës së Moskës se sa është çfarë ata besojnë. Por presidenti Putin e ka thënë hapur në intervistë për mediat ruse apo botërore që Rusia qëndron me Iranin dhe do të vijojë ta suportojë Iranin diplomatikisht, politikisht dhe në çdo mënyrë tjetër. Me thënë, mund të flasim banë logjistike, po asnjëherë nuk ka për të pasur ndërhyrje ushtarake, pasi Rusia nuk ka marrëveshje ushtarake si me Korenë e Veriut. Me Korenë e Veriut është një marrëveshje vërtet ushtarake. Me Iranin është thjesht një marrëveshje strategjike, partnerëtet strategjik që quhet. Është për sa reale është rreziku në një ndërhyrje toksore, Elianos, pra e gjithë kjo vendosje e njësive elitare dhe rritja e të gjitha kapaciteteve ushtarake, të cilat sigurisht sugjerojnë pra një përgatitje ndoshta për skenar të ndryshëm që mund ndodhin në këtë konflikt. Mendoni se është një ndërhyrje toksore në horizont apo nga ana tjetër e gjithë kjo shihet si një mjet presioni? Për këtë qëndrimet shumë opinionistëve, observuesve dhe analistëve janë shumë të ndara, një ndërhyrje në teren. Një ndërhyrje në teren është një risk shumë i madh për shkak të gjeografisë të Iranit, e cila është pak a shumë në formën e një fortese, e rrethuar me male, me një ushtri të mirë stërvitur, të mirë pajisur, të cilët e njohin shumë mirë terrenin e tyre, pasi është vendi i tyre në fund të ditës. Ku nuk kemi të bëjmë me ndërhyrje si në rastin e Irakut, ose në bombardimeve të Beogradit, tu kemi të bëjmë me një ndërhyrje të cilën shumë nuk e quajtur si vetvrasëse, për shkak të dy faktorëve kryesor. Ne kemi parë që kapabilitetet ushtarake të Iranit kanë qenë në mënyrë surprizuese fort më barabarta me ato të SHBA-s në lindjen e mesme. Ne të kuptojmë faktin që deri tani më 2 avion amerikan janë rrëzuar të modeleve Moskva F-35, pra të modeleve shumë të rralla, që nuk janë goditur ndonjëherë. Kjo është ere e parë që 2 avion amerikan goditen të këtyre modeleve, që